Përpjekjet për sigurimin e fondeve për rehabilitimin e linjës hekurudore Durrës-Rogozhin kanë disa vite që kanë nisur, teksa në nëntor të vitit 2020 përfundoi dhe vlerësimi i ndikimit në mjedis, një dokument që jep edhe detajet e projektit. Sipas tij, projekti për rehabilitimin e këtij segmenti me gjatësi rreth 34 kilometra përfshin zgjerimin e trases hekurudore, ndërtimin nga e para të urave në përputhje me kushtet sismike dhe gjeologjike të zonës, si dhe prishjen dhe rindërtimin e tunelit të Rogozhinës me gjatësi 380 metra. Gjithashtu do ndërtohen stacione të reja në Golem, Kavaj, Lekaj dhe Rogozhin, të pajisura me sisteme sinjalistike dhe komode për udhëtarët. Ndërhyrjet do të përfshin dhe instalimin e sistemeve të reja të sigurisë në kalesat në nivel, mbylljen e atyre të pa autorizuara dhe ndërtimin e rrugëve dytësore për të garantuar qarkullim lokal. Gjithë gjurma do rrethohet me gardë mbrojtës, ndërsa në vendkalimet e mbetura do të vendosen bariera automatike dhe kamera sigurie. Një element tjetër teknik është rehabilitimi i trekëndshit të Shkozetit, i cili do lejojë trenat që vijnë nga jugu dhe Elbasani të kalojnë në drejtim të veriut pa hyrë më në stacionin e Durrësit, duke përmirësuar ndjeshëm efikasitetin e lëvizjes së mallrave dhe udhëtarëve në të gjithë rrjetin. Nga aspekti mjedisor, projekti shoqërohet me një vlerësim të detajuar për ndikimin në peizazh, përmbytje ndotje akustike dhe mbrojtje të habitatit. Qëllimi është ndërtimi një hekurude moderne, të sigurt dhe të qëndrueshme për dekadat në vijim, si dhe të ndihmoj vendin në përmbushjen e objektivave për një sistem transporti të gjelbër dhe të integruar me rrjetin evropian.